Maqedonia ballafaqohet në lajmet rreth me luftë hibride, mundohemi domethënë për me kap hapin, në vazhdimsi edhe pse jemi të kufizuar edhe me buxhet dhe me mjetet domethënë për të bërë investime të nevojshme në këtë drejtim. Po në vazhdimsi pra çdo vit punohet në këtë drejtim pra për të ndërtuar mbrojtje nga kjo luftë e cila çdo ditë më tepër është aktuale, edhe çdo ditë më tepër është problem për çdo qeveri, sidomos për qeveritë e regionit, të cilët janë brishta. Parim mendoj që më i drejtë është sistemi kur mandati merret drejt për drejt nga qytetari, nga votuesi sa për delegohet. Dhe edhe ato kanë njansat e veta, nën modelet veta, shembull ajo që është për të përshëndetur dhe mendoj që është model më i mirë janë listat e hapura në Kosovë, të cilat mundsojnë që domethënë të votohen ata deputet të bëhen ato të cilët kanë votë, domethënë janë të votuar dhe kanë përgatitur. Ndërsa në Maqedoni është sistem proporcional, ku fatkeqësisht pra respektohet kryesisht një kriterium, pra lojaliteti ndaj liderit.